Qeveria në mbledhjen e saj të fundit kaloi për në kuvend për shqyrtim dhe miratim e procedurë të përshpejtuar projekt ligjin për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, i nxjerr pak javë më parë në konsultim publik. Projekti ka pësuar disa ndryshime para se të futet në procedurën parlamentare. Sipas projektit me 28 nene që ka miratuar qeveria, banka ka si objektiv kryesor nxitjen e zhvillimit ekonomik, social mjedisor, në përputhje të plot me kërkesat e legjislacionit për ndihmën shtetërore. Ajo nxit e mbështet lehtësimin e qasjes në financë, kryesisht përmes financimit dhe mbështetjes së sipërmarrjeve në sektorët e nënfinancuar të ekonomisë. Ky projekt ligj është punuar në bashkëpunim të ngushtë me Kasa Depoziti e Prestiti, një institucion lider në Bashkimin Evropian për dhënien e financimeve me rezultate konkrete në zhvillimin ekonomik në tregun italian. Ai gjithashtu ka për synim që të bashkëpunojë me institucione financiare ndërkombëtare dhe më konkretisht me institucione financiare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë në dispozicion fonde për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas nenit 5 të ligjit, Banka Shqiptare e Zhvillimit mund të krijojë shoqëri dhe deg. Aksionari i parë i Bankës Shqiptare të Zhvillimit është Shteti Shqiptar, pjesëmarrja e të cilit nuk do të jetë më e vogël se 51% e kapitalit. Kapitali fillestar i Bankës Shqiptare të Zhvillimit i kontribuar dhe i nënshkruar nga Shteti Shqiptar është 10 miliard lek. Ajo do të hapë, të administrojë dhe të mbajë llogari bankare në thesarin e shtetit, në Bankën e Shqipërisë, si dhe banka vendase e ndërkombëtare. Banka do të ketë si subjekt ndërmjetës për mbledhjen e fondeve të kthyeshme nga publiku, Postën Shqiptare. Në nenin 22 trajtohet problemi më i ndjeshëm që ka të bëjë me marrëdhëniet e Bankës së Zhvillimit me Bankën e Shqipërisë. Ajo do të raportojë te Banka e Shqipërisë për zhvillime statistikore dhe për regjistrin e kredive. Banka Shqiptare e Zhvillimit nuk do të jetë subjekt i procedurave të falimentimit dhe ky proces do të rregullohet me një ligj të posaçëm. Sipas parashikimeve ligjore, do të duhen e pakta 12 muaj për regjistrimin e bankës në regjistrin tregtar dhe nisjen e operimit.